Personat me aftësi të kufizuar dhe familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike do të marrin shpërblim këtë fundvit. Vendimi është miratuar në Këshillin e Ministrave dhe bonusi për ta do të jetë në masën e 15.000 lekëve. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Qeveria ka vendosur po ashtu që 150 milion euro të pashpenzuara nga institucionet të përdoren për reformën e pensioneve. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojnë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur. Ndryshimi i buxhetit për herë të katërt këtë vit parashikon shtesë fondesh edhe për sektorin e bujqësisë për të mbështetur fermerët që të dalin nga kriza. Fermerët do të përfitojnë një shumë prej rreth 2 miliard lekë shtesë nëpërmjet skemave mbështetëse. Në total, fondi i alokuar për vitin 2025, ku fermerët kanë përfituar drejt për drejt nëpërmjet këtyre skemave mbështetëse, shkon në masën 6.4 miliard lekë, krahasuar me 5.3 miliard lekë që ishte në vitin 2024. Shëndetësia është një tjetër sektor që do të mbështetet nëpërmjet aktit normativ me 18 milion euro shtesë që do të shkojnë për ilaçe në spitale, edhe pushteti vendor do të mbështetet me rreth 1.2 miliard lekë shtesë, para që do të përdoren për të shlyer detyrimet e vjetra të prapambetura.